Rritja e rasteve të vetvrasjes të rinjve është një problem që po merr përmas shqetësuese. Fëmijët dhe adoleshentët mbeten më të ekspozuar ndaj këtij fenomeni, pasi shpesh janë më pak të përgatitur për të përballur me sfidat e përditshme të jetës. Sipas psikologëve, depresioni, ankthi dhe stresi janë disa faktorë që ndikojnë që të rinjt të marrin vendime të rënda për jetën e tyre. Tema e vetvrasjes është një ndër temat më të ndjeshme dhe shqetësuese të shoqërisë tonë. Por sjellja e vetvrasjes nuk vjen si një veprim i njëhershëm apo një akt impulsiv i izoluar. Lidhet me një proces të gjatë psikologjik, emocional dhe social. Gjatë adoleshencës dhe rinisë, njeriu përjeton disa ndryshime biologjike, sociale dhe emocionale, një periudhë kjo e cila përkon dhe me arritjen e identitetit. Me presionin që shoqëria ka për të arritur të jetë pjesë e grupit apo dhe pritshmërive që vendos familja dhe shoqëria. Nëse kjo kohë sfide për të rritur adoleshenta shoqërohet dhe me mungesën e komunikimit, izolimit apo dhe çrregullimeve emocionale, ka gjasa që të jetë një faktor rreziku për rritjen e sjelljeve vetvrasëse. Çrregullimet psikologjike siç janë depresioni apo ankthi që lidhen me një periudhë të gjatë, me një mungesë dëshire, me një mungesë kuptimi për jetën, janë faktorë të cilët mund çojnë këto sjellje vetvrasëse. Shumë të rinj që mendojnë për veprime të tilla kanë çrregullime psikologjike. Domnori tregon se të rinjt përballen me problemë dhe kriza emocionale, shpesh e kanë të vështirë të kërkojnë ndihmë. Për këtë arsye, shoqëria, shkolla dhe familja duhen të jenë të vëmendshëm dhe të mos qëndrojnë indiferent për t'i mbështetur ata pa parajgjykime. Fakt nuk ka një shenjë apo një faktor të vetëm. Është kontributi i shumë faktorëve, social, psikologjik dhe familjar. Ajo që bie në sy më shumë janë çrregullimet emocionale. Ndryshimet emocionale. Familja dhe shkolla janë dy institucionet më të rëndësishme për edukimin emocional të rinjve. Familja duhet krijojë një mjedis të sigurt, mbështetës për të rinjt, në mënyrë që ai të ndihet i pranuar, të ndihet i dëgjuar dhe i kuptuar. Në asnjë moment nuk duhet të minimizohet mënyra se si i riu shpreh emocionet e tija në lidhje me një situatë, duke i thënë që është okay, do të kaloj, mos u mërzit. Është shumë e rëndësishme që mënyra se si të rinjt shprehin emocionet e tyre të mos neglizhohen asnjëherë, por të jepet rëndësia e duhur. Psikologi apelon që t'i kushtohet një rëndësie e veçantë shëndetit mendor dhe të mos kemi frikë të kërkojmë ndihmë. Sipas saj është e rëndësishme që të rinjt të kujtojnë se gjithmonë ekziston një zgjedhje dhe se marrja e vendimeve ekstreme nuk është rruga e duhur.